një intervistë ekskluzive për mediumin ton, poeti dhe studiuesi i njohur i letërsisë shqipe Gjevat Sylla komentoi interesimin e të rinjve për leximin dhe krijimin e letërsisë për fëmijë, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së tyre në këtë fushë. Ne shpeshherë kemi nganjëherë disa vlerësime dhe deklarata pak a shumë të nxituara se ka rënë interesimi për librin, se nuk lexohet. E themi dhe nuk nalemi me mendu çka tha. Ne duhet kujtohemi të gjithë. Kemi qenë në bankat shkollës, kemi qenë nxënës. Dhe në klasët tona, asnjëherë të gjithë nxënësit nuk kanë lexuar shumë libra. Ka qenë një numër i nxënësve të cilët janë shquar edhe për lexim, po edhe që kanë shpreh edhe kanë pas ndonjë talent për krijimtari letrare. Atë gjendje e kemi edhe sot. E kemi kudo nëpër shkolla dhe hasim. Ne hasim në nxënës të cilët lexojnë libra, të cilët kanë interesim për librin, por hasim edhe në nxënës të cilët bëjnë hapat parë në krijimtari, qoftë me poezi, qoftë me prozë, shkruaj. Prandaj ne gëzohemi në ato kontakte me nxënës të tillë. Shpeshherë kemi takime shumë të frytshme nëpër shkolla, të cilat në takimin me ne mbledhin pikërisht nxënësit më të interesuar. Ata që shquhen për krijimtari, ata që shquhen si lexues të librave, dhe natyrisht me ta zhvillojmë biseda jashtëzakonisht të këndshme. Ka pyetje shumë interesante dhe natyrisht mirën përgjigje po ashtu adekuate nga përvoja e shkrimtarëve, në qenë se na kemi informacionet tona me të cilat i vizitojmë, kemi shkrimtarë me përvoja të saktuara, me dije edhe me vepra, me veprimtari bukur të gjerë. Dhe do thotë, nuk mund të themi se nuk lexohet, nuk mund të themi se nuk ka, por janë për çështje me artikuluar potencial që të zhvillohet më shumë.